Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe artikujve tjerë bazik, duket se edhe buka nuk do të shpëtojë nga rritja e çmimit. Bukpjeksi Neki Binaj në një prononcim për Mediumin ton ka paralajmëruar rritjen e çmimit të bukës duke shtuar se arsyeja kryesore lidhet me tarifat e larta që po e rëndojnë mbi furrat e bukës. Tash për tash rritja e çmimit do të ketë nga rritja e çmimit energjetik. Besoj që ka me pas rritje, se ku nuk e dija, arsyeja për din edhe vetë që është energjia elektrike, nëse qeveria nuk ndërhyn për skanimin e çmimit, besoj që do të ketë ngritje. Ne jemi të detyruar të marrim këtë hap, u shpreh Binaj. Nëse qeveria merr masa në muajin e maj, atëherë nuk do të ketë ngritje të çmimeve. Nëse nuk merr qeveria masa në muajin e maj, atëherë me siguri nga qershore do të ketë rritje të çmimeve. Rritja e çmimit të produkteve bazë si buka vjen në një kohë kur qytetarët po përballen me rritje të përgjithshme të kostos së jetesës, çka mund të rëndojë më tej buxhetin e familjarëve.